Me rastin e përfundimit të vitit shkollor, nxënësit e shkollës fillore Goce Delçev përgatiten për koncertin i cili do të mbahet në Qendrën për Kulturë në Gostivar. Do të jenë këngë folklorike, popullore dhe moderne të përgatitura nga nxënësit e kësaj shkolle, me ndihmën e arsimtarit të muzikës Basri Ristemi, me të cilët do të paraqiten para publikut gostivaras. Në këtë koncert do të prezantohet e gjithë puna e tyre që kanë realizuar gjatë këtij viti shkollor me korin dhe pjesa e instrumentistëve. Arsimtari Ristemi shfrytëzon rastin që të ftojë të gjithë qytetarët të vinë në koncertin, i cili do të mbahet nesër me fillim në ora 19. Si zakonisht, çdo vit që kemi marrë shfaqjet, edhe si vjet kemi përgatitur koncertin e fund vitit. Është një program i larmishëm artistik ku përfshihen prej muzikës klasike për të gjithë grup moshat, për fëmijë, për të rritur, kemi këngë popullore, valle popullore e kështu me radhë. Besoj që publiku do të ndahen shumë të kënaqur për programin që do t'i shfaqin nxënësit tonë. Në skenë do ngjiten rreth 70 nxënës me një program, i cili do zgjas rreth 1 orë, ku nxënësit do të interpretojnë pika të ndryshme muzikore, ndërsa hyrja është falas. Kam mbi 70 nxënës që kam një kor, edhe grup këndues, klasat e 5 kam marrë si vjet, edhe solistet, kam 6 soliste, një ndër ato jam shumë krenar që do të marrë pjesë, edhe soliste edhe Amin Beqiri, me të cilin shumë kemi punu edhe jam shumë krenar që do t'a prezentoj për para publikut Gostivaras. Kemi një numër të konsiderueshëm të nxënësive që do të marrin pjesë i vjet për të bërë më suksesshëm se edhe pak e sosim në karrierën tonë, punën tonë. Nxënësit e kësaj shkolle gjatë gjithë vitit shkollor kanë marrë pjesë në gara të ndryshme, nga të cilat çdo herë janë kthyer me çmime, shpesh me çmime të para. Ndryshe, shkolla fillore Goce Delçev dhe arsimtari i saj muzikës Basri Ristemi këtë koncert organizojnë për 12 vite radhazi.